Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 81. O Ali, lum ata që jetojnë gjatë dhe bëjnë mirë. 82. O Ali, mos bëj shaka se të largohet shkëlqimi. Mos gënje se të ikën drita. Kujdes nga dy tipare, mërzia dhe dembelizmi. Nëse mërzitesh, nuk do të bësh durim ndaj të drejtës, të vërtetës. Nëse je dembel, nuk do të zbatosh të vërtetën, të drejtën. 83. O Ali, për çdo mëkat ka pendim, përveç moralit të keq, sepse mbartësi i tij, sa herë që del nga një mëkat, hyn në mëkat tjetër. 84. O Ali, 4 gjëra janë më të shpejta për të ndëshkuar. 1. Një njeri që i bëre mirë dhe ai ta shpërblen mirësinë tënde me të keqe. 2. Një njeri që ti nuk i bën atij pa drejtësi, por ai të bën ty pa drejtësi. 3. Një njeri që ti i premtova atij diçka dhe e mbajte premtimin, kurse ai të tradhtoi. 4. Një njeri që mban lidhjet me të afërmit e tij, por ata e presin lidhjen me të. 85. O Ali, atë që e sundon mërzia, rehatia largohet prej tij.